në një tjetër intervistë thatë që ministri ju pohoi që ju kishte hyrë hak shqiptarëve, me pak fjalë. Sikur e thatë edhe ju, por ndoshta kishte një qasje më afatgjate për tek 30.000 leve që ju tha që ai do të shikonte duke i lehtësuar për një politikë më të butë ndaj shqiptarëve, edhe në kushtet që kërkesat për fuqi punëtore aty janë të larta, shqiptarët një pjesë po largohen nga andej, edhe si Shqipëria, si Greqia i kanë kthyer edhe vende të tjera nga Bangladeshi apo vende të tjera për të marrë emigrant. Ndërkohë që ne jemi pothuajse një kufi na ndan. Ky qeveri e ka bërë të qartë qasjen e saj dhe politika e saj migratore. Sigurisht paralelizon kuadrin ligjor me politikat e reja dhe ndryshimet drastike që Evropa bën në politikat e migracionit. Por mendoj që është shumë e rëndësishme për të faktin që takimi me ministrin është shumë i rëndësishëm për shkak sepse ishte takim institucional, takim zyrtar, dhe u çudua në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrë se si u organizuar, si u bë. U duk qartë që ka pas dobësi në përfaqësimin e shqiptarëve në Greqi, mënyra e qasjes apo kontaktimi që është bërë në institucionet greke, gjë e cila ka lënë për të dëshiruar dhe ka lënë shije jo të mirë tek pala greke. Nga ana tjetër, nëse ministri tha që pra ndjej një ndjesi që po u kemi hyrë në hak shqiptarëve, jo për të kërkuar falje, sepse plebi ai e tha hoqë, por ishte ajo që themi që në fund të ditës edhe ai është njeri, edhe ai e kupton shumë mirë që nuk mundet mas këto 5 vjetësh një kontingjent kaq të madh njerëz që i kanë kaq shumë Greqisë ose më saktë ishte më e bukur e diskutimit ishte fakti që ai bën një analizë shumë domethënëse të qenies shqiptarëve, pra shqiptarët nuk janë as të ardhur në Ballkan, as janë qytetarë të vendeve që nuk emancipohen. Jemi të afërt në kulturën, historinë, në origjinë, jemi të afërt në mentalitet, jemi të afërt në mënyrën e të menduarit. Ndjes apo jo ndërpres, jam kurioz, shumica e këtyre që shfaqen si ekstrem, a kanë pas bëjnë, a kanë pasur në shtëpitë e tyre shqiptarë që kanë punuar për ta apo kontakte, apo e bëjnë thjesht për politikë? Të gjithë pa përjashtim kanë pasur dhe kanë kontakte drejt me shqiptarët. Kjo është e padiskutuar. Thjesht për arsye ose për efekt politik, duhet që të shpeshherë të ishin tashur me shqiptarët. Kjo vjen për dy arsye kryesore. Spari, ineksistencën e politikës dhe diplomacisë shqiptare të qeverive shqiptare, të cilat e shikojnë me pasivitet ose me jo interes çështjen e emigrantëve në Greqi, pavarësisht deklaratave politike. Së dyti, dobësia e jonë deri më sotme si emigrant, se shqiptarë në Greqi të bëjnë një përfaqësim dinjitoz, sepse shpeshherë ndjekim politika shumë të ekstremit majt, të cilat vjen kontradikt me interesat kombëtare të Greqisë dhe nuk janë politika ndikuese, sepse unë e thash edhe më herët, ne nuk shkuam tek zoti Plevi për të kërkuar llogari, sepse nuk kemi as kompetencë as tajnë për të kërkuar llogari, por shkuam për të patur një mundësi diskutimi, dialogu me të, dhe ai e vlerësoi dhe respektoi këtë gjë. Pra, neve bëm atë që duhej bërë në mënyrën tonë të mundshme. Ne jemi qytetarë grek, jemi qytetarë të integruar në shoqërinë greke, por që një pjesë të familjes tonë, një pjesë të shoqërisë tonë janë ende me probleme shumë serioze të integrimit tyre në Greqi. Në këtë kontekst, ne kërkojmë bashkëpunim dhe dialog me palën greke për të orientuar dhe për zgjidhur problemet. Pra, pala greke është e hapur në këtë ditë, duhet thënë me gjitha formën, pavarësisht nëse kemi të bëjmë me një qeveri të djathtë apo qeveri të majtë. Dhe në rast konkret, neve gjetëm një portë e cila ishte pak e hapur, por kemi hapur plotësisht dhe është në dorën tonë i nderuar nëse ne do të jemi të denjë për të qëndruar, për të orientuar problematikat tona. Dhe më vjen keq që shoh në rrjetet sociale atë mllëfin dhe egon e smur ose më saktë vogëlsinë shpirtërore që kanë shqiptarët në mendje dhe në zemër, thjesht për në Facebook. Nuk e them nga ana e ime se të mund, okay, unë jam regjur, i kam kaluar gjithë, pra nuk më bën gjësi. Që nga momenti që unë mundohem dhe ndihmoj qoftë dhe një qytetar të vetëm, një bashkëtarë tim, qoftë një në ditë apo në javë, beson jam më i lumtur, por nuk ndihmon në frymin e përgjithshme në palën greke në shtetin shqiptar. Ne duhet të kuptojmë, kemi zgjedhur të jetojmë në Greqi, e kemi braktisur Shqipërinë, dhe mos më thoni që nuk kemi braktisur Greqinë, sepse po të ishim se jemi kaq adetar apo patër flas do të ishim në Shqipëri, do ndojmë në Shqipëri. Kemi zgjedhur Greqinë, atëherë hyjmë në Greqi dhe duhet të insistojmë këtu të integrohemi, por pa e ndryshuar statusin e takim tonë, sepse në fund jemi shqiptar, kemi origjinë shqiptare, kemi kulturën dhe qenësinë tonë shqiptare. Kemi traditë të shkëlqyer dhe mrekullueshme që na kanë zili shumë kombe. Duhet këto vlerat i përputhen të orientojmë më së miri, të themi palës greke që na pret dhe na hap derën. Nuk jemi emigrantë dhe refugjatë rëndon, po jemi qytetarë të denjë dhe jemi po të denjë sa edhe ju. Thjesht historia dhe pafësia politike na bën që shpesh neve të jemi në disfavor në proporcion me ju. Në këtë kontekst neve do gjejmë forma dhe mënyra që kemi një qasje tjetër.
Edhe një pyetje të fundit kam zoti Guri, nuk dua t'ju pyes për çështjet e mëdha të jo ligji luftës së detit, se këto i kanë kokat e nxehta, që i marrin dhe i çojnë ande këtej edhe për përdorim politik edhe fushat, sa herë që duket se do kemi zgjedhje në Prag, por si mendoni që mund të ndryshojë nëse se Tsiprasi u rikthy me parti të re apo nëse vazhdon Mitsotakis për këto problemet tona? Pra, është më mirë ky që është, ai që ishte dhe po vjen me një parti tjetër nëse do vi, tek hallet dhe problemet e thjeshta, deri tek pensionet që ne nuk i prekëm, pra, te çdo çështjet e vogla. Ndryshimi duhet të fillojë së pari nga ne. Duke filluar nga mua se Edmond, sekretari i diasporës shqiptare në Greqi, duke ulur egon, e them kuptimin figurativ që të kuptohem, duke treguar më të mirë të mundshëm që jemi adhetar të denj, do të jemi së pari qytetar të denj. Do të jemi familjar të rregullt dhe të dobishëm për shoqërinë. Nëse ne jemi të rregullt, të jemi të sigurt që dinamika që përprodhon tashmë politika e re dhe ardhja e Ciprës në pushtet, vetë demokracia e re e cila po krijon një qasje ndryshe dhe po shikon ndryshe dinamikën se do të flet për 250.000 shqiptar me pasaportë greke dhe prej tyre rreth 170.000 janë votues të rregullt, pra është një fort shumë e madhe, sigurisht që na jep një pozitë, një mundësi të ardhë për të patur një raport më të shëndetshëm, më të denj, por kryesisht mos harronim jo nacionalist në asnjë rast, por qytetar për interesat tona për të i adresuar si duhet. Cipra e tregoi dhe e ka treguar që ka një qasje ndryshe ndaj emigrantëve, ndaj kryesisht qytetarëve me origjinë tjetër, është më eloquent, por në çdo rast, sado i dobishëm dhe i hapur të Cipra dhe Mitsotakis në shumë raste, ne nuk kemi qenë të denj për të qëndruar përballë për të marrë më të mirë mundshme dhe për të bërë paraqitjen si duhet. Dhe ka ardhur për shkak të pafësisë tonë ose më saktë të mungesës së eksperiencës të negocimit dhe mënyrës së paraqitjes së problematikave. E thash dhe i them, nuk është Facebook dhe rrjetet sociale ajo fotografi që zgjidh problemin, është serioziteti ynë, përgatitja jonë shkencore, përgatitja jonë në njohuri, në aftësi, me qëllim që kur ne të trokasim në një institucion në Greqi, të ketë përballë një figura të cilat janë të mirë informuar, të cilët mund të përcjellin problemin jo si ankimin, po si një problem që ka nevojë për trajtim dhe për zgjidhje si pjesë e pandarë e shoqërisë ku jetojnë. Zoti Guri, faleminderit shumë për bisedën dhe suksese në misionin tuaj. Unë të falenderoj, ishte kënaqësi dhe gjithmonë i gatshëm për të përcjellë çdo informacion dhe të falenderoj për mundësinë që keni dhe për hapësirën, që shumë e rëndësishme që zëri ynë të dëgohet tek gjithë. Të falenderoj shumë për bashkëpunimin.